Mirëmbrëma të nderuar shikues. Dje pas dite në kuvend filloi debati për amandamentet e propozim buxhetit për vitin 2026. Sa janë aktiv deputetët shqiptar në komisionet përkatëse? Çfarë do të ndodhë me zgjedhjet e përsëritura në 4 komunat të vendit? Cila është ardhmëria e koalicionit Vlen? Këto dhe shumë tema të tjera sonte do t'i diskutojmë gjëre gjatë me deputetën e koalicionit Vlen, zonjën Saranda Imeri. Prandaj kemi kënaqësi se sonte ta kemi këtu në studio bashkë me ne. Mirëmbrëma zonja Imeri, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Po fillojmë kështu me një pyetje krejtësisht natyrshme zonja Imeri. Ne vazhdimisht e ndjekim punën që bëhet në kuvend, po në realitet ka debate dhe përballje mes deputetëve shqiptar të pozitës, pra të pushtetit dhe atyre të opozitës, sepse pretendimet tona kanë qenë të kahershme që të realizojmë edhe në paraqitje mediatike një përballje mes deputetëve të pushtetit dhe atyre të opozitës, por është e vështirë të arrijmë këtë synim, këtë qëllim. Çfarë po ndodh? A friksohen deputetët e opozitës përballen me pushtetin apo ku është problemi sipas jush? Shikoni, edhe periudha ka qenë e tillë, me thënë 2-3 muajt e fundit kemi munguar në parlament, shkaku i pushimeve verore dhe pastaj shkaku i periudhës parazgjedhore, zgjedhjet dhe kështu me radhë. Debat në parlament ka, mirë po, debati në studio televizive dhe debati në sallën e kuvendit është shumë ndryshe. Bile, kemi pasur edhe seanca plenare ku debati ka qenë i nxehtë, ka pas kritika të ashpra si nga ana e opozitës, po gjithashtu edhe nga ana e pozitës. Tani, ky lloj hezitimi që ju e përmendni në për studio televizive, sinqerisht them, ka arsye nga më të ndryshmet, duke filluar nga ato objektive, po deri edhe në ato subjektive. Por megjithatë, do t'u lëm deputetëve personalisht të shprehin. Që ata të përgjigjen për mungesën e tyre. Kështu zonja Imeri, ne në hyrje përmendëm që dje pas dite në kuvend ka filluar debati mbi amandamentet e propozuara për propozim buxheti për vitin 2026. Sa i përket koalicionit Vlen përfaqësuese cilit jeni edhe ju. Cili prej deputetëve të koalicionit Vlen është antar në Komisionin për Financa dhe Buxhet, cili ka qenë prezent antari juaj aty, dhe në fakt kështu një përshtypje fillestare, a pajtohet koalicioni Vlen me këto amandamente të propozim buxhetit për vitin 2026, ka ankesa, ka amandamente shtesë apo si qëndron puna? Shikoni, ankesa çdo herë ka, mirë ne e dim edhe nga e kaluara edhe tani se ankesat kryesisht vinë nga ana e opozitës. Ne si koalicion Vlen kemi 2 antar në Komisionin për Financa dhe Buxhet, është deputeti Bekim Sali dhe si zëvendëse është deputetja Kaltrina Beqiri. Si që thatë edhe vetë dje ka filluar debati në lidhje me amandamentet. Shikoni, propozim buxheti, me thënë projekti, fillimisht përpilohet në mes ministrive përkatës, do me thënë Ministrisë së Financave, në konsultim me dikasterët tjera të ndryshme. Dhe e dini vetë se ajo kalon disa filtra në qeveri, derisa të vi propozim buxheti pra në shtëpinë e legjislacionit, si që themi ne, në kuvend. Tani, sa i përket diskutimeve dhe marrjes pjesë aktive në diskutimet sa i përket buxhetit, çdo herë ky privilegj i takon partive opozitare për shkak se edhe nga praktika e dim se sepse partitë opozitare çdo herë kanë vërejtjet e tyre. Po vlerësoni që ju si pjesë e pushtetit, nëse do të propozoni amandamente shtesë për këtë propozim buxhet, nuk do të merren parasysh, pra ashtu si vjen prej qeverisë shablon duhet pranohet nga deputetët e majoritës? Shikoni, është e palogjikshme deputetët e pozitës të parashtrojnë amandamente, për shkak se deputetët janë ata që dërgojnë porosin deri në ekzekutiv dhe në bazë të kërkesave dhe në bazë të bisedave me qytetarët dhe nevojat e tyre, normalisht edhe projektohet buxheti i shtetit. Ky është buxheti i dytë të cilin ne do ta votojmë
me thënë në dhjetor, dhe normalisht kemi kaluar edhe 2 ribalanse të bugjeteve. Në ndërkohë ju përmendët dhe theksua që është punë edhe detyre e opozitës me propozu amandamente. Në të njëjtën kohë ju besoj që dje keni qenë prezent në kuvend, kur partia opozitare BDI ka propozuar 3 amandamente për shtimin e mjetëve, për shtimin e numrit të punësuarve në kabinetin e kryetarit të kuvendit dhe në komisionin për parandalimin e diskriminimit. Dhe në këto 2 sektor, BDI ka parashtruar amandamente që duhet të rriten mjetet, që me automatizëm të rritet edhe numri të punësuarve nga komunitetit jo shumicë. Këto të 3 amandamente janë hedhur poshtë dhe janë refuzuar. Si ka votuar antari i komisionit, 2 antarët në këtë komision nga koalicioni Vlen? I kanë votuar edhe ata kundër këtyre amandamenteve? Shikoni, sa i përket amandamenteve, dhe me thënë 80% e amandamenteve të cilat propozohen nga opozita, në këtë rast nga BDI-a, është deputeti i komunitetit turk, Sali Murat, ai i cili i parashtron këto. Dhe shumica e tyre kanë të bëjnë me të drejtat e pakicës turke. Do me thënë, kjo është një lloj PR-i të themin nga ana e pozitës, me thënë është strategji e tyre, normalisht që çdo herë deputetët e opozitës të bëjnë zhurmë sa u përket ndarjes mjeteve bugjetore, normalisht. Kjo është edhe detyrë e atyre, por kryesisht, këto amandamente nuk kanë të bëjnë sa i përket realitetit, do me thënë. Ne, si koalicion, mirë po edhe me partnerin qeveritar që e kemi, ne paraprakisht konsultohemi dhe në ato institucione ku do duhet ndonjë ndërhyrje të ketë, ne mund të ata t'i bëjmë gjatë ribalansit të bugjetit ose me ndonjë aneks shtesë, pra. Me thënë, kjo është e tëra zhurmë me cila bëhet sa i përket amandamenteve. Normalisht, deputetët tanë, gjdo herë, gjdo iniciativ që vjen dhe që është në dobi të shqiptarve, normalisht se gjdo herë e votojnë. Kanë diçka kundër deputetët e koalicionit Vlen për komunitetin turk, zonja Emiri? Jo, nuk kemi, mirë po, përderisa Fronti Evropian gjdo herë thirrët në legitimitetin shqiptar, kurse këndej 80% e amandamenteve shkojnë në mbrojtje të komunitetit turk, do me thënë, këtu e humbën logjikën, pra propozimi i tyre dhe vërejtjet ata që i kanë. Pra ju vlerësoni që nëse këto amandamente do të ishin propozuar nga një deputet shqiptari BDI-s, mbase do të ishin votuar, do të kishin kaluar? Jo, kushtimisht nuk do të kisha thënë ashtu, mirë për normalisht. Deputetët ndërmjet vete duhet të kenë koordinim. Dhe gjdo gjë, gjdo kërkes që shkon, që ata dëshirojnë të marrin meritën mbi vete, normalisht se duhet të na konsultojnë edhe neve, deputetëve të pozitës. Dhe unë besoj se me kohezion dhe me kompromis ndërmjet vete, ne mund të arrijmë në zgjidhje. Zonja Emiri, kur flasim për deputetët dhe për punën në kuvend, zakonisht mbase është një perceptim publik i krijuar që deputetët marrin pagat dhe nuk e bëjnë punën si duhet. Në realitet, në këtë legislatur kemi diku 30 deputet shqiptar, mirë po në mesin e atyre që paraqiten foltore është një numër shumë më i kufizuar dhe më i pak se sa numrin total i deputetëve shqiptar. Tani edhe ju si deputete, po nga përshtypja ju edhe përvoja që tashmë 1 vit e gjysmë në kuvend. Sa janë deputetët shqiptarë aktiv në kuvend? A i meritojnë pagat që i marrin? Edhe në këtë drejtim, a ka koordinim mes deputetëve shqiptarë për te linjave partijake kur flitet për interes të përgjithshëm? Shikoni, normalisht se do të ketë. Ne edhe në të kaluarën, gjatë kësaj periudhe, pra sa jemi në pushtet, kemi pasur koordinim sa i përket zgjedhjeve të disa kuadrove, ku kërkohet edhe shumica e dyfisht. Dhe në ato raste, normalisht se na kanë përkrahur edhe deputetët shqiptar pra të opozitës. E tani, sa i përket sa janë aktiv deputetët tanë në parlament, unë me mburje mund të them se grupi parlamentari Vlenit, gjatë kësaj periude 15 mujore të themi që jemi në qeverisje, kemi qenë mëse aktiv në foltore. Sa i përket edhe arsyetimit të ligjeve, propozimit të ligjeve
dhe normalisht sa I përket edhe replikave. Fatkeqësisht, më falni, fatkeqësisht ka deputet të cilët asnjëherë nuk e kanë arsyetuar mos ardhjen e tyre në kuvend. Për cilat deputete keni fjalën, zonja Emiri? Po, konkretisht, zotri Ali Ahmeti, 1 vjet e gjysëm, do me thënë gati se 2 vite bëj që jam deputete, e kam parë vetëm 2 herë në parlament, asnjëherë nuk kam marrë fjalë, do me thënë të propozoj ndonjë propozim ligj, apo të arsyetoj ndonjë ligj, apo të marrë fjalën për replikë. Gjithashtu vlen të përmenden edhe liderët e koalicionit brenda, për të partive të koalicionit brenda, zotri Mendu Thaçi, zotri Zjadin Sela. Nuk është më zotri Thaçi, as zotri Sela nuk janë pjesë. Kushtimisht themi, edhe më përpara, do me thënë edhe më përpara, sepse zotri Thaçi nuk është mandati I parë I tij. Grupi parlamentar I Frontit Evropian vlerësoni që janë pasiv në kuvend dhe nuk po përmendi disa emra të përveçëm. Unë e përmendi, do me thënë konkretisht për momentin përmendi disa emra të përveçëm, të cilët asnjëherë, të themi jo asnjëherë, po ja, për shembull 2 herë ka qenë në parlament për 2 vite. Kjo është shumë pak. I zgjedhuri I popullit duhet jetë aty të përfaqësoj dhe të marrë përgjegjësitë normalisht. E çfarë ndodh në grupin parlamentar të koalicionit Vlen? Janë aktiv të gjithë deputetët, me që po vërejnë dhe po konstatoni një mungesë nga oponentët tuaj, kush prej deputetëve të koalicionit Vlen janë aktiv në foltore, në propozim të amandamenteve? Unë mendoj se të gjithë kemi bërë punën tonë dhe kemi arsyetuar mandatin tonë edhe kemi arsyetuar votat me të cilat jemi zgjedhur. A keni ndonjë të dhënë, zonja Emiri, se sa propozime ose amandamente ka parashtruar koalicioni Vlen, pra grupi parlamentari I koalicionit Vlen deri tani? Unë mund të them me mburje se grupi parlamentar I YNI ka qenë propozues I disa propozim ligjeve të cilat kanë kaluar në kuvend. Këtu vlen të përmendet propozim ligji për mbrojtjen e fëmijëve, propozim ligji për shtesat e personave me aftësi të kufizuara, propozim ligji para 2 ditëve që u shpall edhe nga qeveria vaucherët për studentët. Unë me mburje mund të them se këta janë gjitha punë fal meritës dhe angazhimit të deputetëve tanë. Si është atmosfera për brenda grupit dhe koalicionit Vlen? Ka bashkëpunim apo keni dallime në pikpamje? Në qoftë se do të kishim marrë një model se si funksionon një grup që vjenën nga partitë të ndryshme politike, une do t'i referohesha grupit parlamentar. Dhe çdo organ tjetër formal në këtë fazë që ekziston brenda koalicionit Vlen, duhet të marrë shembull nga grupi parlamentar. Ne funksionojmë në mënyrë të shkëlqyer, kemi komunikim, kemi koordinim në mes vete dhe unë mendoj se ky bashkëpunim do të vazhdojë dhe kjo atmosferë që mbretëron brenda grupit ton, normalisht se do të jetë afatgjate. E thoni këtë me bindje apo si çështje? Këtë e them me bindje. Që ta motivoni edhe vetën tuaj që do t'jeni bashkë këtij grupit parlamentar? Jo, kam një vetit veçantë pra, është që nuk ka nevojë ta motivoj veten, e them atë që mendoj dhe që e kam bindje, normalisht. Zonja Emiri, LSDM ka propozuar një propozim në kuvend që të formohet komision hetimor posaçërisht për rastin e Koçanit. Në këtë drejtim, edhe partia më e madhe në vend, pra VMRO DPMN ka mbështetur këtë nismë, duke aluduar që madje ky komision të vazhdojë të hetojë edhe raste tjera, jo vetëm për rastin e djegjes së diskotekës në Koçan. Megjithatë, nga pikpamja juaj, komisionet e tilla që formohen edhe në kuvend, edhe që funksionojnë në kuadër të vendit, janë komisione që vërtet raportet e tyre kanë ndikim edhe në vendimet përfundimtare që merren, apo thjesht janë komisione sa për të hedhur hi syve qytetarëve që deputetët janë të interesuar që secili rast të zbardhet me përpikmëri? Shikoni, nuk është mirë që këto komisione hetimore që kanë të bënë me fatkeqësi, në këtë rast me fatkeqësinë që ndodhi në Koçan, të përdoren për poena politike dhe për politika ditore. Normalisht ne qëndrimi ynë, pra si koalicion Vlen, por edhe në raport me partnerin e koalicionit, jemi dakord të hapet një lloj
do me thënë, në këtë rast komisioni hetimor. Mirë po, në të njëjtën kohë, kërkojmë që të hapet komision hetimor edhe për fatkeqësitë që kanë ndodhur në të kaluar. Në këtë rast përmendim spitalin modular në Tetov, aksidentin do me thënë djegjen e autobusit të Besa Transit dhe aksidentin e kompanisë Durmo Tours. Dakor, zonë e mirë. Parashtrohet pyetja pse LSDM tani është zgjuar dhe kërkon komision hetimor për rastin e Koçanit. Vallë viktimat që humbën jetën në këto tragedi që i përmenda më parë, kanë vlerë më pak. Do me thënë, nëse shkojmë dhe kryojmë një komision hetimor për rastin e Koçanit, normalisht se aty automatikisht duhet të kryohen komisione që do t'i hetojnë edhe rastet që i përmenda, por bile ka pasur edhe një iniciativ e cila nuk u realizua për fat keq, ka qenë formimi një komisioni hetimor për rastin e mazutit kancerogen, skandalit që ndodhi me djalin e deputetit Jahovski. Po, zonja e mirë po ju kur thoni që pse LSDM nuk ka ngritur më herët iniciativat të tilla, i bie që audash që një iniciative LSDM-s të akujtoj deputetëve shqiptarë që atë periudhë kur ka ndodhur rasti i djegjes 14 personave në spitalin modular në Tetov, deputetët shqiptarë, koalicioni cili i përkisni ju, kanë qenë opozitat kohë. Pse një iniciative tillë nuk ka qenë nxitur nga deputetët e opozitës atë kohë dhe tani një reagim dhe një iniciative LSDM-s u bën me dije se raste të tilla kanë ndodhur, por ku kanë qenë deputetët shqiptarë që nuk kanë ngritur zërin në kuvent. Shikoni, përsëri do të kthehem në atë se LSDM-ja për momentin që flasim, është një parti... Sepse ju thatë vetë që fatkeqësitë e tilla nuk duhet të keqpërdoren për politikë ditore. Normalisht. LSDM-ja është parti e cila, siç e dini edhe vetë, pësoi humbje të thellë gjatë zgjedhjeve parlamentare, mirë po edhe gjatë zgjedhjeve lokale. Dhe partia e dytë që ka qenë në kampin Macedonas dhe tani që i kërcënohet një farë lloj zhdukje për shkak se gjithë antarësia dhe simpatizantët e tyre po kalojnë në partin Levica të Apasjevit, ata po kërkojnë çdo mënyrë të mundshme që të mbijetojnë në skenën politike. Në këtë rast, përsëri do ta them, po e keqpërdorin rastin e fatkeqësisë së Koçanit për të marrë vëmendjen nga publiku, gjoja se ne po bëjmë diçka dhe po mundohemi që të vim në një farë epilogu për rastin e Koçanit. Në megjithatë ata po e bëjnë punën e tyre, zonja e mirë. Deputetët e kanë këtë punë dhe po e bëjnë në mënyrë që të hetohet në përpikmëri ky rast. Po, për ne është në rregull, përderisa do të hapen edhe raste tjera, edhe ne do të marrim pjesë. Po, përderisa e kanë mbështetur VMRO-DPMN, natyrisht që edhe për juve do të jetë në rregull. Tani, zonja e mirë, përpas ngjarjeve dhe zhvillimeve të fundit të cilat vetëse i diskutuam në kuvent prej kuvini edhe ju, në skenën politike ka pasur do të thotë edhe ngjarje më intensive që kanë qenë zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale përfunduan me këtë rezultat që përfunduan, besoj që jeni e kënaqur me rezultatin, por megjithatë në 4 komuna të tjera për shkak të mosarritjes së censusit, zgjedhjet do të përsëriten. Data është caktuar më 11 janar. Por fillimisht ju garuat si koalicion vlen edhe në komunën e Gosivarit prej kuvini edhe ju, zonja e Meri, edhe në komunën e Vrapçishtit me kandidatët tuaj. Arritët të merrni aq vota sa keni marrë, pra në komunën e Gosivarit keni marrë diku 4.000 disa vota, ndërkaq në komunën e Vrapçishtit 467 vota. A peshon kaq koalicioni vlen në këto 2 komuna, zonja e Meri? Nuk pajtohem as pak, me thënë... Unë nuk po konstatoj, unë vetëm po pyes, zonja e Meri. Për të ardhur deri në përfundim se sa peshon vleni në këto komuna që ju i përmendet, duhet të marrim parasysh edhe disa rrethana. Cilat janë ato? Ato janë disa rrethana politike dhe lokale që kanë ndodhur gjatë këtyre 8 viteve të kaluara në komunat në fjalë. Ju e dini se Alianca për Shqiptarët e Arben Taravarit udhëheq me komunën e Gostivarit gati 8 vite. Dhe ju nuk mund të paramendoni se çfarë kampanje agresive ata kanë zhvilluar në nivel lokal dhe
sa kërcënime dhe shantazhe ju kanë bërë të gjithë të punësuarve në ndërmarrjet publike, normalisht dhe familjeve të tyre, dhe të gjithë normalisht të punësuarve në sektorin e arsimit, kryesisht profesor dhe arsimtar të cilët nuk kanë vendime pune. Me thënë, A keni fakte, zonja e Meri, për këtë punë? A i keni denoncu në ndonjë organ kompetent këto çështje? Sepse ka pasur ankesat të tilla edhe nga oponentët tuaj, mirë po, ata bien poshtë kur në mbrëmje dilet në preskonferencë edhe pranojnë zgjedhjet që kanë qenë të lira, ferë dhe demokratike. Nga dyja palët ka pasur prononcime të tilla. Ne gjatë ditës zgjedhjeve, kandidati ynë për kryetar komune doli edhe me një komunikat. Cili? Në komunën e? Në komunën e Gostivarit. Sebajdin Dauti, zotri Sebajdin Dauti, ku denoncoi raste të keqpërdorimit dhe kërcënimeve ndaj punëtorëve të ndërmarrjes publike higjiena komunale në Gostivar. Me thënë, bëri thirrje organeve kompetente që të marrin masa. Normalisht, tani sa efekt ajo ka pasur, mirë po përsëri do të kthehem në atë, sepse është zhvilluar një kampanjë e shantazhimeve dhe një kampanjë agresive dhe një dhunë psikologjike që është ushtruar ndaj punonjësve, të cilët kryesisht janë me kontrata në vepër, që të dalin të votojnë ata dhe familjarët e tyre. Kjo është një. Edhe një fakt tjetër, që vlen të përmendet, me thënë... Jo nga pushteti, po ankoheni që ka pas presione nga opozita. Po shikoni, të udhëheqish 8 vite me një komunë, normalisht se aty krijon strukturat më të forta, tuat, i ke institucionet në duart e tua dhe mund të bësh në këtë rast, Aleanca për Shqiptarët ka bërë manipulimet më të mundshme që ka mundur t'i bëj. A ka ndodhë kjo në komunën e Çajirit, zonja e Meri? Ku jetë gjatësia e personave që vinë nga njëra parti është shumë e dyfishje e asaj që është qeverisë në Gostivar? Tani unë nuk jam nga komuna e Çajirit, normalisht se nuk mund të flasë në emër të komunës e Çajirit, flasë për Gostivarin, aty ku jetoj, veproj dhe normalisht i kam informatat. Tani, ju e dini se komuna e Gostivarit është njëra ndër komunat më të prekura nga migracioni. Po thuaj se në gjdo shtëpi, gjdo e dyta shtëpi në Gostivar dhe në rrethin, pra në fshatrat më të mëdha, është e mbyllur. Dhe kjo ka ndikuar tepër në uljen e besimit të qytetarëve në figurat politike. Për shkak se qytetarët i kanë humbur shpresat dhe fatkeqësisht edhe ne, po edhe ata, nuk arritëm që t'i bindim të dalin të votojnë opcionin e duhur që t'u kthejnë besimin qytetarëve në institucione, sidomos në institucionet lokale. Për shkak se shumica e banorëve që u shpërngulen nga komuna e Gostivarit nuk ikën për çështje financiare, por ikën për shkak të nepotizmit, ikën për shkak të shërbimeve jo adekuate në për institucionet ku ata kërkoshin ndihmë normalisht, për shkak të Zonja e Meri, unë vlerësoj që ndoshta për shkak se kohë gjatë keni qëndruar në opozitë dhe vazhdimisht e keni marrë edhe mekanizmin e të qenurit kritik ndaj aktualit. Tani më neve nuk na duhet diskutojmë pse kanë ikur ata, po ne do të kërkojmë llogari çfarë po bëni ju ndryshe për t'i kthyer këta mërgjimtar. Megjithatë, për atë nga kjo studio, zonja e Meri, zoti Snopçe ka deklaruar që ka pasur situata ku në vendvotime të deputetëve të pushtetit, zoti Limani ka fituar bindshëm, pra ka aluduar që në vendvotimet ku në fakt prej komunës së Gostivarit jeni ju edhe deputete, a bët fjalë për vendvotimin tuaj, sepse nuk ka përmendur emër, por vetëm ka theksuar që zoti Limani ka fituar edhe në vendvotimet e deputetëve të pushtetit. Është fakt. Mirë po, kur zotri Snopçe, kur i përmend këto fakte, duhet të përmend edhe disa fakte të tjera. Se gjatë zgjedhjeve parlamentare, zotri Snopçe dhe zotri Arben Taravari humbën në kutinë e tyre të votimit. Dhe në këtë rast, në zgjedhjet lokale, kandidati për kryetar zotri Valbon Limani në vendvotimin e tij ka fituar bindshëm partia politike Levica me numër të këshilltarëve.
që nuk është edhe për lëvdat. Tani normalisht ju e dini strukturimin se si është në Gostivar. Unë e kam thënë edhe publikisht edhe para disa ditëve në një emision tjetër se askush nuk e konteston rezultatin e kandidatit Valbon Limani dhe të Këshillit Komunal të Gostivarit. Mirë po, ka edhe disa arsye të tjera të cilat duhet të miren parasysh. Pra, ju e dini se bastioni më i fort i Aleancës për Shqiptarët të Taravarit dhe i BDI-s momentalisht ka ngelur në Gostivar. Dhe kjo është një fakt, të cilin ne në të ardhmen normalisht me punë, me projekte qeveritare dhe me qasjen tonë ndaj qytetarve, ne do të mundohemi të ndryshojmë normalisht. Dakor, zonja e merin këtë drejtim. Në komunën e Gostivarit dhe Vrapçishit zgjedhjet po përsëriten. Ju nga atë paraqitjen që ju referuat, keni paralajmëruar që koalicioni Vlen do të shkojë me ndërrimin e kandidatëve kësaj radhe, për shkak të mos shprehjes së gatishmërisë në rastin konkret, zoti Sebadin Dauti nuk ka shprehë gatishmëri për të rikandiduar sërish në Gostivar dhe Vrapçisht. Atje në këtë paraqitjen tuaj para disa ditëve keni deklaruar që brenda 24 orëve do të pastrohet situata ku do ta kemi edhe datën kur do të mbahen zgjedhjet. Cilat janë emrat konkret mes tjera, shëshlakuar edhe emri juaj që mund të jeni ushtruese detyrës në komunën e Gostivarit, nuk e keni përjashtuar mundësinë që edhe ju të jeni kandidate në këtë drejtim. A ka diçka konkrete se kush do të garojë në Gostivar dhe Vrapçisht nga koalicioni Vlen? Fatkeqësisht ende nuk kemi emra konkret. Keni mungesë të interesimit kuadrova? Jo, nuk do të kisha thënë se ka mungesë të interesimit, ende po shqyrtohen emrat, dhe ne po mundohemi të dalim me opcionin normalisht më të mirë dhe më të dur, sepse synojmë të fitojmë edhe ndonjërën prej këtyre dy komunave. Dhe tani... Ndonjërën, pra nuk... Ndonjërën, kushtimisht. Shifni, kjo është demokracia dhe kjo është ndryshimi. Nuk jeni të bindur që mundeni dy ato. Po nuk është mirë për demokracinë të fitojmë gjitha komunat. Nuk është mirë. Po i shërbeni demokracisë në këtë formë? Normalisht. Pse jo? Është mirë të ketë... Shikoni, ka një thënie popullore që thotë mos të lanë të zoti pa armik, për shkak se armiku të manë vigjilent, edhe ndaj gabimeve, edhe ndaj lëshimeve që mund t'i bësh. Armikun po e kërkoni në kampin shqiptar, zonja Meri? Tani, mos e karakterizojmë si armik, mirë po kjo është simbolik. Në kontekst asa. Ju pyeta se cilat emra po lakohen nëse nuk keni një vendim përfundimtar për kandidatin final? Unë thashë edhe më parë, nëse vendoset diçka konkrete, në këtë rast konkretisht, nëse vendoset dhe emri im, nëse liderët e koalicionit e shohin të arsyeshme se unë mund t'jem kandidati më i përshtatshëm për të garruar në komunën e Gostivarit, unë nuk i iki asaj përgjegjësie, normalisht. Kur thatë zonja e Meri për t'i shërbyer demokracisë nuk është e shëndetshme që të fitojmë gjitha komunat, atëherë pse mungoj një mobilizim më i thelluar që të arrihet cenzusi, sepse nga kjo studio analistë shumë kanë konstatuar që mbase në Gostivar dhe në Vrapçisht ka qenë skenari i bojkotit të përgatitur nga koalicioni Vlen pikërisht që mos të arrihet cenzusi. Nuk do të kisha thënë se është bojkot. Për demokraci, pse nuk e arrit të cenzusi? Jo, trupi ynë votues doli ditën e votimeve. Kjo është një pakënaqësi dhe është një shuplak që i erdhi zotri Taravarit për shkak të akrobacioneve të fundit në skenën politike që i bëri. Zotri Taravari e tradhtoi besimin e votuesve të tij dhe krijoi një pakënaqësi dhe një dëshpërim te votuesi i tij dhe ajo normalisht u reflektua me mosarritjen e cenzusit. Nëse zotri Taravari e tradhtoi votuesin e tij, sipas prizmit tuaj, zoti Fetaj qëndroi besnik ndaj votuesit të Aleancës për Shqiptarët. Normalisht, sepse nuk i thej parimet, me të cilat u zotua. Mirë, zonja e Meri, dhe pse kjo situatë nuk ndikoi në mobilizimin dhe motivimin e votuesve në këto dy komuna pikërisht me këta dy kandidatë? Ka arsye të ndryshme. Cilat janë? Subjektive, do të kisha thënë. Subjektive. Përsëri do të kthehem edhe te ajo, ndoshta edhe nuk arritëm që t'i bindim dhe të shohim një shpresë pra në kandidaturat që ishin. Dhe si strategji të radhës e shihni ndryshimin e kandidatëve? Normalisht, të gjitha opcionet janë të hapura dhe të gjitha opcionet duhet të provohen për të arritur tek suksesi. Dakor. Zonja e Meri, në komunën e Butelit, jeni informuar besoj edhe ju që ka pasur një bashkëpunim ndërmjet VMRO DPMN-s, partnerit tuaj qeveritar, LSDM-s dhe Levicës,
të cilët janë bërë bashkë për të votuar kryetarin e Këshillit nga VMRO DPMNE. A jeni penduar që nuk e mbështetet kandidatin shqiptar në butel? Shikoni, strategjia Sepse një skemë e tillë mbase po përsëritet edhe në Kërçov, edhe në Strug, edhe në Bërvenic. Nuk do të kisha thënë. Gatishmëria është e tillë. BDI në Kërçov, në rastin që përmendet, ka mbështetur një kandidat i cili nuk është treguar i suksesshëm. Dhe para 4 viteve, por edhe tani ne kishim kandidaturë më të mirë, normalisht. Pse nuk u zgjat dora edhe nga ana e BDI-s që neve të na përkrah në komunën e Kërçovës, të themi Po shkurtimisht. sepse zoti Mexhiti nga kjo studio ka thënë se Kërçova është bastion i BDI-s. Megjithatë, ne zonja Imeri Por megjithatë, vlen të përmendet dhe rasti i Çashkës. Ne aty jemi treguar po flasim për periudhën pas zgjedhore. Po. Formimi i organeve të Këshillit dhe organeve tjera komunale, lokale. Dhe këtu vrehet një bashkëpunim shumë i natyrshëm ndërmjet oponentëve dhe partive politike në kampin maqedonas, edhe përkundër faktit që janë kundërshtar politik. A i bie që në këtë situatë, unë e përmenda vetëm komunën e Butelit, por situata njëjtë po përsëritet edhe në komuna që përmendem, pra Bërvenic, Kërçov, Strug, ka një mobilizim të hatashëm të VMRO DPMNE-s, LSDM-s dhe Levicës për të votuar edhe kryetarët e këshillëve me një farforme që shqiptarët të lihen jashtë vendimarrjes. Kur po flasim për Butelin, a u penduat ju si koalicion Vlen që nuk e mbështetet një kandidat të vetëm shqiptar që ishte në këtë garë? Përsëri do të kthehem në atë. Ne e shtrim dorën që të përkrahim kandidatin e BDI-s në Çashk. Nuk kishim kandidat tonin dhe aty fitoi kandidati shqiptar për herë të parë. Ky është suksesi me cilën ne krenohemi. Tani, nuk do të kisha dashur të hy në detaje sa i përket komunës së Butelit. Sinqerisht, nuk do të kisha dashur të hy, pasi që do të dilni në pa edhe disa shkaqe subjektive normalisht, për cilat nuk kam dëshirë të flas. Mirë po, ky bashkëpunim që ju përmendet pak më parë në mes partive të bllokut Maqedonas, sa i përket formimit të këshillave komunal, kjo vërejt edhe në kampin politik shqiptar. Normalisht, ne duhet ta pranojmë këtë fakt. Me thënë, këtu vjen në shprehje ajo i yti me tëndin dhe i huaj me të huajin. Dhe ky bashkëpunim unë mendoj se është mëse i natyrshëm edhe nuk vlen edhe aq shumë të diskutohet. Jo, për komunat përkatëse mbase vlen, sepse ndihma juaj si koalicion Vlen kundrejt partnerit tuaj qeveritar nuk ka munguar në këtë komunat cilat i përmendëm. Pra ka qenë një shkëmbim i ndërsjellë si partner qeveritar, që i bie që pas zgjedhjeve VMRO DPMNE-u e lë anash koalicionin Vlen dhe zgjedh të bashkëpunoj me partit politike që janë të kampit maqedonas. Ky bashkëpunim, do me thënë kjo përkrahje që normalisht ja kemi dhënë partnerit të koalicionit dhe e kemi marrë në reciprocitet, pra në disa komuna tjera. Për shembull, përsëri do të kthejmë te komuna e Gostivarit. Komuna e Gostivarit ka diku rreth 12-13.000 vota jo shqiptare. Dhe është e pamundur një kandidat shqiptar në Gostivar të fitoj pa votat e komuniteteve tjera. Në këtë rast, edhe zotri Limani. Më herët përmendet njërën prej komunave Gostivar dhe Vrapçish, cilën e synoni më shumë zonja Imeri? Po normalisht, unë synoj komunën e Gostivarit, mirë po nuk do në thotë se mund edhe të plotësohet kjo dëshirë. Tani, qëllimi ynë është të korrim sa më tepër sukses dhe të arrim një rezultat të kënaqshëm, edhe të shkojmë në balotazh. Do thotë, për juve kishte qenë mjaftueshme edhe nëse nuk përjetoni një humbje të thellë kështu si e përjetuat në këtë rondën e parë. Shikoni, çdo gjë është e mundur. Politika e ka këtë natyrë, normalisht edhe demokracia. Çdo gjë do ta marrim ashtu siç do të dalë edhe rezultati. Do ta pranojmë rezultatin. Dakor. Tani zonja Imeri do të flasim për koalicionin Vlen, prej cilit vini edhe ju. Prej vitit të kaluar që kur u themeluan, u bashkuan këta subjekte politike për themeluar koalicionin Vlen, ka pas zëra që në një periudhë të shkurt kohore do të shkrihet koalicionin Vlen në një subjekt të vetëm. Mirë po, kur erdhi viti 2025, si arsye mos shkrirjes, ishte në çështjet financiare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe arsye të tjera, dhe u tha publikisht nga secili lider i Vlenit që me njëherë pas zgjedhjeve lokale,
iniciativat për shkrirjen e koalicionit vlen në një parti të vetme do të fillojnë me njëherë. Këtu e kemi pasur edhe zoti Mexhidin të ftuar pas zgjedhjeve lokale dhe ka deklaruar që me njëherë pas zgjedhjeve lokale kanë mbajtur takime të tilla, edhe kanë vlerësuar se shkrirja e koalicionit vlen në një subjekt të vetëm nuk është më vetëm kërkesë, por është nevojë e qytetarëve shqiptarë sepse e besuan këtë koalicion. Ku keni arritur me shkrirjen, zonja Emere? Do me thënë është e shëndosh që të ketë dy kampe në blokun shqiptar, pozit dhe opozit. Tani, sa i përket shkrirjes së vlenit në një parti politike, arsyeja pse nuk u bë para zgjedhjeve ishte sepse ne shpallëm moratorium për të gjithë aktivitetet partijake, normalisht. Dhe tani, fill pas zgjedhjeve lokale, unë mund të them se... Edhe pse nuk u respektua në përpikmëri ky moratorium, zonë e Unë mendoj se u respektua, ndoshta mund të ketë pasur ndonjë përjashtim të vogël, po do të Në fakt ka pasur 2 përjashtime, më shumë se një. Më shumë se një? Po. Do ta lejmë që ta verifikojmë, po, normalisht, do ta verifikojmë. Për momentin janë duke u zhvilluar biseda intenzive dhe kjo është më kërkesë e çdo aktivisti brenda koalicionit vlen, për shkak se jemi mishëruar me njëri tjetrin dhe normalisht se dëshirojmë të funksionojmë si një trup dhe bashkëpunimi deri tani ka qenë i kënaqshëm në nivel dhe dëshira jonë më të qeshme është që ky bashkëpunim edhe të vazhdoj. Mendoj ky bashkëpunim jo të vazhdoj, mirë po të shkrihet, të bëhemi një. Sepse zonja Emere 2 herë potencuat fjalën dëshirë. Do thotë ne tani e dim dhe e kuptojmë që është dëshirë e juaja, mirë po është çështja sa dëshirat kontribojnë në punën praktike në realitet, sepse nuk mjafton vetëm ju të keni dëshirë të shkrihet ndërkaq që mungon vullneti në anën tjetër. Nuk do të kisha thënë se mungon vullneti. Asaj dëshirës do t'ja kisha shtuar edhe vullnetin, normalisht është kërkesë. Është kërkesë edhe është imperativ. Është imperativ që koalicioni vlen të shkrihet në një parti. Si që thash edhe më parë, bisedat janë intenzive, po punohet në atë drejtim që së shpejti të dalim edhe me një organ të vetmit të partisë. Çfarë do t'jetë ai organ? Fillimisht unë mendoj se duhet jetë një këshill i përgjithshëm, prej nga do të dalin edhe organet tjera partijake, kryetar, nënkryetar dhe organet tjera. Ka dallime, zonja Emere, në këtë drejtim, kush është më pro bashkimit, kush është më i rezervuar? Jo, nuk do të kisha thënë. Nuk do të kisha thënë, jo. Sepse ju nuk po e thoni, mirë po partnerët tuaj qeveritar, nëse e marrin për bazë zotin Azir Aliu, ministri i shëndetësisë, nga kjo studio ka thënë që madje është irritues termi shkrirje, nuk pajtohet me shkrirje, sipas zotit Aliu ka modalitete tjera që do duhet hynë në praktikë përsa i përket funksionimit të vazhdimësisë së funksionimit të koalicionit vlen. Nga ana tjetër, zoti Adnan Azizi nga një studio tjetër televizive ka deklaruar ngjashëm që nuk pajtohet me shkrirjen e vlenit, nëse ndodh kjo, sipas zotit Azizi do duhet ndodh me rotacion ose me një modalitet tjetër, jo me shku me parimin që të jetë një parti politike me një lider me mandat 4 vjet. Shikoni, shembuj të rotacionit kemi në botë, për shembull partia e të gjelbërve pra në Gjermani funksionon me këtë modalitet. Gjithashtu ka funksionuar me këtë modalitet edhe partia Guzo e Vjosa Osmanit dhe normalisht tani kryetarit të Mitrovicës, zotri Pecit. Dhe pse ky modalitet të mos funksionoj edhe te ne? Po i merrni shembull. Por derisa atje ka mundur të funksionoj, unë mendoj dhe jam e sigurt se do të funksionojë edhe te ne. Nëse vjen deri te Cili modalitet? Modaliteti i rotacionit, këtë që e përmendet më parë. Po, parë. në shkuptim rotacion, zonja Emere, çdo 4 vite apo forma të tjera? Tani ka forma të ndryshme se si. Mund të ketë kryetar juridik, kryetar i cili ka të drejtë nënshkrimit, kryetar, me thënë, ka disa modalitete, tani normalisht cilat do t'ishin më të përshtatshme, ajo ngel që ne ta elaborojmë në mes vete, mirë po punohet në këtë drejtim normalisht, edhe unë mendoj se së shpejti koalicioni vlen
do të dalë. Kjo së shpejti mbase po vonon më tepër se sa po shpejt, shikoni, zonja Emiri. nuk ka asnjë muaj që kanë përfunduar zgjedhjet lokale. Dakor, po megjithatë. Normalisht çdo proces kërkon kohën e vet, kohën nuk është edhe aq e thjeshtë. Këtu kemi të bëjmë. Flisni që është më e komplikuar. Është pak më e komplikuar sepse po shkak të dallimeve që keni apo? Po nuk do të kisha thënë dallimet, është çështje emocionesh, Për një aktivist që ndoshta është mësuar të thirret si aktivist i besës, tani do ta ketë pak më të vështirë të mësohet si aktivist i Partisë Vlen. Mirë, po unë mendoj se është çështje kohe që do t'i tejkalojnë këto barriera. E theksua pikërisht aktivistin e besës, është pengesë lëvizja besa. Unë e mora vetëm si shembull, po aktivisti i LD-s, i Alternativës, edhe i vetë vendosjes në këtë rast, sepse dhe atë kemi partner. E harruat zotin Fetaj në këtë drejtim, zonja Emiri. Po me gjitha të mbase në kuadër të shembëve nuk mund t'i përmendit të gjithë. Nuk është e qëllimshme. Dakord. Ju si deputete funksionon në kuadër të grupit parlamentar Vlen dhe jeni deputete që vini nga Lëvizja Demokratike zotit Mexhidi. Por juve personalisht, zonja Emiri, kush do duhet të ishte lideri koalicionit Vlen dhe në këtë drejtim a duhet të jetë parametër i përcaktimit të liderit performanca në zgjedhjet lokale? Shikoni, është goxha pyetje e rëndë. Urojmë që përgjigjen ta kemi më të thjeshtë, më të lehtë. Jo, është një me siguri do të ishte një përgjigje e sikletshme, për të cilën unë nuk kam kompetenca të përgjigjem fatkeqësisht. Nuk po flas vetëm ju si personalisht. Fatkeqësisht, unë të gjithë liderët e koalicionit Vlen i shoh të njëjtë, i shoh. Dhe cili do prej tyre të bëhet lider i koalicionit, unë do ta pranoj dhe do ta quaj normalisht kryetari imi. Nuk keni, do thot, preferenca të caktuara për një lider të caktuar ta zëm për zotin Mexhidin për shkak se vini nga Lëvizja Demokratike? Shikoni, ajo është e natyrshme, normalisht, ajo është e natyrshme, mirë po, këtu nuk duhet të udhëheqemi nga emocionet. Duhet të udhëheqemi në bazë të arsyes dhe në bazë të asaj se çka është më e dobishme për ne. Sipas jush, Lëvizja Demokratike në kuadër të koalicionit Vlen, a ka korrur sukses të mjaftueshëm sa për ta merituar liderin e koalicionit Vlen? Unë mendoj se çdo parti politike ka korrur sukses. Ka korrur sukses. Vetë fakti që kemi fituar 10 komuna është merite të gjithëve, është mundit të gjithëve. Dhe nuk mund një sukses t'ja dedikojmë njërit tjetrit, është fal punës ekipore dhe strategjisë tonë që e kemi praktikuar në teren. Pra vlerësoni që edhe fitoria e zotit Mexhidi në Çajin në raundin e parë, edhe fitoria e zotit Kasami në raundin e dytë në Tetov janë të njëjta fitore. Të njëjta, normalisht janë të njëjtët aktivistë që kanë punuar ditë e natë në teren për të arritur deri te ky rezultat. Dakor. Zona Emiri me njëherë pas zgjedhjeve lokale u krijua një tension që shpërtheu edhe në publik mes partnerëve qeveritar, mes VMRO-DPMN-s dhe Vlenit për sa i përket të rekonstruimit të qeverisë, ku mesjerash vetë kryeministri i vendit deklaroi dhe u dha një mesazh që VMRO-DPMN është partia më e madhe dhe për gjithçka vendos kryeministri në çështjen e rekonstruimit të qeverisë. U mbajt edhe një takim mes koalicionit Vlen dhe VMRO-DPMN-s mbase ditën që ju kishit atë intervistën që ju referuam më herët dhe atje keni deklaruar që brenda 24 orëve të ardhshme do të qartësohet se çfarë është vendosur në atë takim. Megjithatë, nuk ka pasur ndonjë prononcim direkt të kuptohet ajo çfarë është diskutuar dhe për çfarë janë marrë vesh në këtë takim. Janë diskutuar modalitetet. Në bazë të informatave tuaja si deputete e këtij koalicioni, çfarë është biseduar në këtë takim dhe çfarë është vendosur, zonja Emiri? Normalisht është biseduar për rikonstruimin e qeverisë, për shkak se disa ministrat do të lëvizin nga një dikaster në tjetrin. Cilat ministrat do të lëvizin, zonja Emiri? Po për tani oficialisht është vetëm zotri Bekim Sali, i cili do të lëviz nga pozita e deputetit dhe do të bëhet zëvendës kryeministër. Për momentin, deri në janar, me thënë, qeveria do të funksionojë në këtë mënyrë, pra nuk do të ketë rikonstruim para vitit të ri. Rikonstruimin e presim në janar, ku edhe atëherë do të bëhen publik emrat e ministrave të cilët do të udhëheqin me dikasteret e caktuara. Deri në këtë momente edhe partnerët tuaj të koalicionit Vlen kanë deklaruar që Ministria e Mjedisit i takon LD-s. Ju jeni deputete që vini edhe nga kjo parti.
Cilat emra janë përfolur zonja Emeri deri në këto momente për qenë ministrët e mjedisit, nga partia juaj me që janë pajtuar edhe partnerët e koalicionit? Ka ca emra që qarkullojnë, mirë po përsëri këtë ekskluzivitet unë do t'ja lej. Do të rizet me gjitit, për shkak se ai që do të vi normalisht, ai do ta trashëgoj edhe dikasterin e tij. E keni këtë informat, po nuk po vlerësoni që duhet ta ndani nga tani. Për momentin nuk vlerësoj se duhet ta ndaj me publikun. Është zoti Muhamet Hoxha që përflitet të jetë ministër i mjedisit? Po, zotri Muhamet Hoxha, ju e dini, ka ushtruar detyrën si zëdhënës i qeverie, është një person tepër profesional dhe unë mendoj se do ta kry punën me sukses dhe do të jetë një ministër me kushtimisht të themi nëse zgjidhet, pra do të jetë me performancë të mirë. Në bazë të profesionalitetit dhe përvojës që e ka. Dakor, zonja Emeri, ne jemi krejt në fund dhe ajo çfarë kemi parë ditëve të fundit ka qenë një festë e shtetit shqiptar, pra e Shqipërisë për hapjen e kapitujve të fundit për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë derisa vendi ynë për fatin tonë të keq ka ngecur për para realizimit të ndryshimeve kushtetuese. Ju si deputete, gjatë punës tuaj që e bëni në kuvend dhe gjatë bashkëpunimeve që mund t'i keni edhe me partnerët e koalicionit tuaj VMRO-DPMN, a ka vullnet pozitiv për të realizuar këto ndryshime kushtetuese dhe pse në realitet flitet kaq pak për çështjen e integrimit evropian, që ka qenë njëra ndër kushtet kryesore që vlen të bëhet pjesë e kësaj qeverie, në ndërkohë që prej asaj periudhe kjo temë sa më pak e diskutohet. Pra, në këtë drejtim, a flisni me deputetet e VMRO-DPMN, sa kanë vullnet për të votuar ndryshimet të tilla kushtetuese? Shikoni, integrimi në Bashkimin Evropian ende është prioritet i vlenit, ne nuk kemi hequr dorë nga ajo. Jo, vetëm ky prioritet duhet dëshmohet në praktikë, zonja Emeri. Po shikoni, nuk më mjafton, shikoni, unë jam e sigurt se nesër po të hapet kushtetuta dhe të votohen ndryshimet kushtetuese, unë nuk ka deputet shqiptar që nuk do t'i votoj ndryshimet kushtetuese që të hapen normalisht kapituj. Mirë po, zonja Emeri, bara është mbi koalicionin vlen që duhet të nxisë, jo vetëm ta pret momentin dhe të votoj. Shikoni, të jemi të sinqert. Partia në pushtet VMRO-DPMN ka 58 deputet. Partia Znam ka 6 deputet. Do me thënë ka një shumicë stabile. Po këtë e keni ditur, zonja Emeri, edhe kur jeni bërë pjesë e dhe tani, shikoni, nëse i referohemi të kaluarës, ku Macedonia ngeci në antarësimi në NATO, 11 vite ka qenë BDI-a në pushtet, dhe Macedonia nuk bëri asnjë hap para në integrimin evropian dhe në antarësimin në NATO. Flasim për një periudhë të artë të BDI-s, ku ka pasur 20 deputet, dhe ku nuk kanë mundur të ndikojnë as pak në atë kohë tek kryeministri që të hape negociatat me Greqinë dhe të bëhet ndryshimi i emrit. Zonja Emeri, me pushtet absolut në nivel qendror, me pushtet absolut në nivel lokal edhe akoma krahasoni me BDI? Shikoni, jo, unë nuk krahasohem me BDI. Shikoni, tani, nuk krahasohem me BDI-n, por ju... Po ju po i referoheni qeverisë së BDI-s. Ju po e parashtroni pyetjen gabim. Ju po e parashtroni pyetjen gabim. Zonja Emeri, ju nuk përgjigjeni saktë, edhe nëse pyetja është e parashtroni. Faktori shqiptar, asnjëherë nuk ka hequr dorë nga eurointegrimet. Mirë, po nuk është çështje që varet nga ne. Nuk është çështje që varet nga ne. Tani, pjesës e dytë të pyetjes që ma parashtruat, a ka vullnet te partneri i koalicionit? Normalisht se ka vullnet. Kolegët tanë deputet që janë në parlament, edhe ata dëshirojnë që fëmijët e tyre të kenë një ardhmëri më të mirë. Dhe shpresa e tyre është në Bashkimin Evropian. Mirë po, janë çështje senzitive në të cilat ne nuk mund të përzihemi në çështjet e tyre, sepse i kanë argumentet e tyre. Mirë po, unë vlen të theksoj se jam edhe antare e komisionit, pra, në bashkëpunim me eurodeputetët, pra, dhe javën e ardhshme do të kemi një vizitë në Strasburg, ku ne do t'i paraqesim amandamentet tona. Dhe në bisedë me referuesit për Maqedoninë, të cilët lobojnë për Maqedoninë për të pasur një raport sa më pozitiv dhe për të pasur progres në eurointegrime, pra në biseda,
edhe deputetët Maqedonas janë të vetëdijshëm se kjo gjë duhet të ndodhë. Mirë po ato mundohen të kërkojnë një modul sa më jo të dhimbshëm për ta, normalisht, tani ne duhet i kuptojmë ndjenjat e tyre, sepse ne nuk kemi problem me identitetin tonë kombëtar, me simbolet kombëtare, me gjuhën dhe me shumë gjëra që na përkasin neve si popull shqiptar që jetojmë në Maqedoni. Mirë po, kjo është çështje, proces të cilin ata duhet ta bartin. Dhe në momentin kur ata do të shprehin gatishmëri, dhe unë mendoj se shumë shpejt do të shprehin gatishmëri, sepse rrugë tjetër nuk ka. Dhe të fillojmë hapjen e kapitujve, të fillojnë reformat të cilat na kërkohen nga Bashkimi Evropian, dhe unë mendoj se ne këtë tren që na ka ikur ne do ta mbrim, nëse jo barabar, po do të jemi pak më mbas. Jeni optimiste? Unë jam shumë optimiste, se do të ndodhë gjatë këtij mandati, po. Ne jemi krejt në fund, zonja Emeri, faleminderit për kohën tuaj, për realizimin e kësaj interviste, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Ndërkaq me juve shikues të nderuar, shihemi deri në përballjen e radhës apo intervistat e radhës, deri atëherë mirëmbëjtje.